Një tjetër pengesë për të shmangur përgjigjes ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam është frika nga njerëzit dhe mungesa e durimit ndaj sulmeve të huajve. Allahu thot për mosbesimtarët e Kurejshve: "Wa qalu inna nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina." Dhe ata thanë, nëse ndjekim udhëzimin me ty, do të na përzan nga toka jon. Do më thanë, ata pranonin se ajo që solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është udhëzimi i drejtë dhe se ajo në të cilën janë ata është humbje, por kërkuan justifikim për mos ndjekjen e tij për shkak të frikës nga dëmi i njerëzve dhe frikës për sigurinë, tokën, kombin dhe fisin e tyre. Ky është një gabim në perceptim dhe prishje e natyrës së drejtë, sepse siguria nuk arrihet asesi përveç se me ndjekjen e udhëzimit, kurse frika vjen vetëm nga ndjekja e humbjes. Kjo që thanë mosbesimtarët dje, është ajo që thonë shumë prej njerëzve sot në kohën tonë. Ata nuk mohojnë se Islami është feja e vërtetë dhe se çdo gjë tjetër është e gabuar. Nuk sjellin argumente për gabimin e Islamit ose vërtetësinë e ndonjë feje tjetër, por pengesa për ta ndjekur dhe zbatuar Islamin është frika nga shtetet tjera, që të mos na dëmtojnë ose mos na etiketojnë si të prapambetur apo ekstremist. Ata nuk e dinë se kjo veprimtari e tyre i bën ata më të friksuar, më të dobët dhe më të poshtruar, madje edhe në syrin e armiqve të tyre. Siç thot Allahu: "Fela takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Prandaj mos ju friksoni atyre, por friksomuni mua nëse jeni besimtar.